Dorëheqja e Ramush Haradinajt nga pozita e kryetarit të Aleancës për Armërinë e Kosovës ka qenë në qendër të vëmendjes së publikut dhe ka nxitur reagime të shumta. Pas këtij zhvillimi, një reagim emocional ka ardhur edhe nga bashkëshortja e tij, Anita Muçaj Haradinaj, e cila ka shprehur mbështetjen e saj të fortë përmes rrjeteve sociale. Në postimin e saj, Anita ka theksuar se për të, roli më i rëndësishëm është të jetë bashkëshortja e Ramushit dhe nëna e 3 fëmijëve të tyre. Nuk ka titull më të bukur se të jem gruaja jote, ka shkruar ajo duke e shtuar se ai është një lider dhe strateg i rrallë. Ti je një lider dhe strateg që në kohë mblin një herë në 100 vjet. Ajo ka përmendur edhe rrugtimin e përbashkët gjatë viteve, duke theksuar se kanë kaluar shumë sfida dhe etapa së bashku, por se tani po hapet një kapitull i ri për të dhe familjen. Mesazhin e saj ajo ka përmbyllur me fjalët: Kosova të do, por unë të dua edhe më shumë, duke shprehur legëzimin që ta ketë bashkëshortin më pranë familjes, më në fund e fitova burrin. Deklaratat e avokatit të Thaçit në Hag i hoqën dilemat dhe e zbuluan se Thaçi ishte spiun francez. Tërmeti 9.2 shkallë Richter që dridhi UÇK në Kosovë me epiqendër në sallën e gjykatës në Hag, pas deklaratës së avokatit të Hashim Thaçit, i ishte tronditës. Kur avokati i tij tha se Hashimi kishte qenë agent i shërbimit sekret francez, kjo u përjetua si një deklaratë merruese. Ajo që tha avokati i tij në Hag hoqi dilemat se Hashim Thaçi nuk ishte pjesë e UÇK-s, por sipas pretendimeve punonte për shërbimin sekret francez si kontraktues i interesave serbe. Sipas këtij interpretimi, një tradhtar ishte trajnuar nga shërbimi francez dhe ai i UDB-s për t'u vendosur në krye të UÇK-s dhe më vonë në krye të shtetit, me qëllim që të dëmtonte dhe shkatronte atë dheun. Kjo ka qenë e ditur për shumicën e shqiptarëve, me përjashtim të rrethit të ngushtë të milionerëve të tij që nuk donin të dinin. Ajo që u tha në Hag nga avokati i tij, vetëm sa i forcoi këto bindje dhe për shumë kënd hoqi dilemat që kanë ekzistuar prej kohësh. Avokati i tij në Hag ka nxjerrë në pa dyshime serioze mbi rolin e tij në krye të UÇK-s dhe më vonë në krye të shtetit. Sipas këtij këndvështrimi, përmes lidhjeve me shërbime të ndryshme, Thaçi me ardhjen e tij në krye të UÇK-s dhe në poste të rëndësishme të shtetit, ka dëmtuar interesin kombëtar. Hovin e këtij tradhtari e ka ndaluar vetëm Amerika, sepse përndryshe ai do ta shkatronte dhe do ta diqte mundin dhe gjakun e Dardanis. Ajo çfarë u tha në Hag, për mua ishte vule tradhtist të kalitur dhe të ardhur si spiun i shërbimeve sekrete franceze për ta dëmtuar dhe tradhtuar Dardanin. Kjo nuk u godet vetëm një figurë, por vetë besimin dhe historinë e luftës çlirimtare që ka bërë UÇK-ja, pa e ditur se në krye të saj, sipas këtij interpretimi, ka qenë një person i lidhur me shërbime të huaja. Më vonë, u pa se KFOR-i francez që patrullonte Mitrovicën e Veriut zbatonte marrëveshjet me përpikmëri, duke lejuar që serbët lokal të vrisnin dhe të shpërngulnin të gjithë popullsinë shqiptare të Veriut. Pas kësaj tradhtie, në kohën e paqes u vendos guri i mëngjesit mbi orën e Ibrit dhe Thaçi doli në media dhe tha: "Fatkeqësisht Veriu është i ndarë." Ky tradhtar jo vetëm që ka dëmtuar atë dheun, por ka tradhtuar edhe shokët e tij, të cilët sot i ka pranë vetes në Hag. Ai po përpiqet, sipas perceptimit të shumë njerëzve, që krimet e tij t'i faturoj shokëve të tij, përfshirë edhe figura si Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limaj dhe shumë të tjerë që do i marri Haga. Ai që ka përmbysur besimin e atë dhe sakrificën e gjithë Kosovës, e në veçantë atyre që ja kanë dhënë bukën dhe të cilët i ka tradhtuar, janë Adem, Hamës dhe Shabani Ashari, si dhe luftën e UÇK-s dhe luftëtarët e saj. Kjo tradhti ka emër. Emri i tij është Hashim Polari. Jam i bindur se Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi janë shokuar, tmerruar kur e kanë dëgjuar kujt i kanë besuar dhe me kë kanë punuar. Ajo që u dëgjua në sallën e gjyqit në Hag jep të kuptohet se Hashim Thaçi nuk ka qenë pjesë e UÇK-s, por ka punuar për shërbimin sekret francez në interes të Serbisë. Ky shkrim është realizuar nga Halil Geci.